Surja Muhammed, Medinase, 38 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Allahu do t'u vlerësoj veprat atyre që mohojnë dhe i pengojnë njerëzit nga rruga e tij. Ndërsa atyre që besojnë, kryen vepra të mira dhe besojnë në atë që është shpallur Muhamedit dhe e cila është e vërteta prej Zotit të tyre, ai do t'u afshi gjunahet dhe do t'u përmirësoj gjendjen. Kjo sepse ata që mohojnë ndjekin të pavërtetën, kurse besimtarët mbështeten në të vërtetën e ardhur nga Zoti i tyre. Kështu u asjell Allahu njerëzve shembujt e tyre. Kur të përballeni në luftë me mohuesit, goditini në qafë, derisa ti raskapitni e ti shkatërroni ata dhe pastaj lidhini fort. Mandej, ose i lironi me zemër gjerësi, ose me shpërblim, derisa të bëhet armë pushimi. Kështu bëni. Sikur të donte Allahu, do t'i shkatëronte ata, por ai dëshiron t'ju sprovoj juve me njeri tjetrin. Ai nuk u humb veprat atyre që vdesin në rrugën e Allahut. Ai do t'i udhëzoj ata, do t'u përmirësoj gjendjen dhe do t'i shpjerë në xhenet, të cilin u ka bërë të njohur më parë. O besimtar, nëse e ndihmoni Allahun, edhe ai do t'ju ndihmoj dhe do t'ju bëj të qëndroni fort në këmbët tuaja. Ndërsa ata që nuk besojnë, do të shkatërrohen. Ai do t'u humb veprat atyre. Kjo për shkak se ata e urrejnë atë që ka shpallur Allahu, andaj ai i ka zhvlerësuar veprat e tyre. Vallë, a nuk kanë udhëtuar ata në për tokë për të parë përfundimin e atyre që qenë përpara tyre? Allahu i shfarosi ata plotësisht, e kështu do të përfundojnë edhe mohuesit e tjerë. Kjo për shkak se Allahu është mbrojtës i atyre që besojnë, kurse për mohuesit nuk ka mbrojtës. Padyshim, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, Allahu do t'i shpjerë në xhenete, në për të cilat rrjedhin lumenj, ndërsa ata që nuk besojnë dhe kënaqen e hanë ashtu siç gëlltisin bagëtia, do të kenë zjarrin si vendbanim. E sa shumë qytete, të cilat kanë qenë më të fuqishme se qyteti yt që të ka përzën, ne i kemi shkatëruar dhe nuk kanë pasur asnjë ndihmës. Vallë, a është i njëjtë ai që i përmbahet udhëzimit të Zotit të tij me atë që i zbukurohen punët e veta të shëmtuara dhe lëshohet pas pasioneve të veta? Ja përshkrimi i xhenetit që u premtohet të përkushtuarve ndaj Allahut, një vend ku ka lumenj me ujë të pandotur, lumenj qumshti me shije të pandryshuar, lumenj vere me shije të këndshme për ata që e pinë dhe lumenj prej mjalti të kulluar. Ata do të kenë aty lloj-lloj frutash dhe falje prej Zotit të tyre. A mund të krahasohet ky shembull me xhehenemin ku gjunahqarët do të qëndrojnë për herë në zjarr dhe do t'u jepet ujë i valuar që u atësopton zorrët? Midis tyre ka që bëjnë sikur të dëgjojnë ty, por po sa largohen prej teje, i pyesin ata të cilve u është dhënë dituria. Ç'tha ai më parë? Këta janë ata zemrat e të cilve u ka vullosur Allahu dhe të cilët lëshohen pas epsheve të veta. Sa për ata që ndjekin rrugën e drejtë, ai u ashton udhëzimin dhe u jep devotshmëri e vetëpërmbajtje. A mos vallë mohuesit presin që t'u vi befasisht
vetëm ora e kiametit? Ndërkohë, shenjat e saj kanë ardhur. Po, për çfarë do t'u shërbejnë atyre këshillat kur t'ju ketë ardhur kiameti? Dije se nuk ka Zot tjetër të vërtet përveç Allahut. Kërko falje për gjunahun tënd dhe për besimtarët e besimtaret. Allahu e di se si silleni ju dhe ku qëndroni. Besimtarët thonë, sikur të ishte shpallur një sure. Por, kur shpallet një sure e qartë dhe në të përmendet lufta, i sheh ata me zemra të sëmura, si të vështrojnë ty me shikim si të agonisë së vdekjes. Ndërkohë, më e përshtatshme do të ishte për ata bindja dhe fjala e mirë. Madje kur çështja e luftës është vendosur, do të ishte më mirë për ata që të tregohen të sinqert ndaj Allahut. Nëse ju, o hipokrit, i ktheni shpinën besimit, atëherë do të bënit nga tresa në tokë dhe do t'i shkatëronit lidhjet farefisnore. Këta janë ata të cilët Allahu i ka mallkuar, i ka bërë të shurdhër dhe u a ka verbuar shikimin. Vallë, a nuk përsjatin ata për Kuranin, apo i kanë zemra të kyçura? Vërtet, ata që kthehen në mosbesim, pasi u është të treguar rruga e drejtë, djalli i ka joshur dhe i ka ushqyer me shpresa të rreme. Kjo për shkak se u thoshin atyre që nuk e donin atë që e ka shpallur Allahu. Ne do t'ju bindemi juve në disa gjëra, por Allahu i di mirë fshehtësitë e tyre. E çfarë do të bëjnë ata kur engjëjt do t'u marrin shpirtin duke i rrahur në fytyrat dhe shpinat e tyre? Kjo, sepse ata pasuan atë që shkakton zemrimin e Allahut dhe u rryen pëlqimin e tij. E kështu, ai u vlerësoi atyre veprat. Vallë, a mendojnë ata që kanë sëmundje në zemrat e tyre se Allahu nuk do t'u nxirrte në shesh urrëtitjen e tyre ndaj Islamit? Sikur të donim, ne do të ti tregonim ty ata, dhe ti me siguri do t'i njihje sipas shenjave të tyre. Por ti do t'i njohësh ata sipas mënyrës së shprehjes së tyre. Allahu i di veprat tuaja. Ne do t'ju vëmë në provë ju, derisa t'i njohim ata midis jush që luftojnë në rrugën e drejtë dhe durojnë, e derisa të provojmë ato që thuhen për veprat tuaja. Me të vërtet, ata që nuk besojnë, i pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut dhe kundërshtojnë të dërguarin, pasi u është shpjeguar qartë rruga e drejtë, nuk do t'i sjellin Allahut kur farë dëmi. Ai do t'i zhvlerësoj veprat e tyre. O ju që keni besuar, bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit dhe mos i çoni dëm veprat tuaja. Pa dyshim, ata që nuk besojnë, i pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut dhe vdesin jo besimtar. Allahu kurse si nuk do t'i falë. Dhe mos u bëni të dobët e të kërkoni armë pushim, ndërkohë që jeni më të fuqishmit dhe Allahu është me ju. Ai nuk do t'ju apaksoj shpërblimin për veprat tuaja. Jeta e kësaj bote nuk është asgjë tjetër veç se lojë dhe zbavitje. Nëse i besoni Allahut dhe i ruheni atij, ai do t'ju shpërblej dhe nuk do të kërkoj prej jush pasurin tuaj. Sikur ta kërkonte prej jush tër pasurin me këmbëngulje, ju do të bëheshit koprac dhe ai do të nxirrte në shesh urrëtitjen tuaj. Ja, juve ju bëhet thirrje të shpenzoni në rrugën e Allahut, por disa prej jush janë koprac. Kush tregohet koprac, ta di se i bën dëm vetes, sepse Allahu
është i pasur, s'ka nevoj për asgjë, ndërsa ju jeni të varfër. E nëse ja ktheni shpinën dhe i largoheni atij, ai do t'ju zëvendësoj me një popull tjetër, i cili nuk do ta ndjek shembullin tuaj.